Arbëria Hadërgjona i mbetet pa fjalë nga ajo çfarë po bën Gjesti. Ja çfarë ndodh. Është këngëtarja e njohur Arbëria Hadërgjona, e cila së fundmi ka duket se ka gjetur pak kohë për të shkruar rreth Big Brother VIP dhe Gjestit në veçanti. Artistja e madhe e skenës muzikore ka lënë një status në rrjetet sociale me përshtypjen e saj për lojën e Gjestit, teksa ka ndjekur ditën e fundit. Teksa kujtojmë se në ditën e fundit Gjesti ka pasur një super energji, duke ngacmuar të gjithë banorët, duke luajtur me ta, e madje duke kapur edhe me Eglin, e cila pas rikthimit e ka injoruar dhe ka vendosur ta ketë kundërshtare. Teksa Albëria është çuditur me këtë energji të Gjestit, teksa shkrua në Facebookun e saj: apo e ndiqni Big Brother VIP Albania, po më duket mua, po ky Gjesti 20 vjeçar, po i sjell rrotull të gjithë, ka më shumë se 5 muaj izoluar dhe akoma plot energji e mirësi. Wow, rinia ka nevojë të shohë djem jo të dhunshëm, uroj ta fitoj Gjesti me Gjestin. Shkruan ajo me hashtaget për Gjestin. Fansat në komente kanë mbështetur, teksa Arbëria nuk është e vetmja nga showbizi shqiptar që e kanë mbështetur në këtë rrugtim. Kujtojmë se edhe artistë të tjerë, ndër të cilët Stresi, i cili ka qenë më insistuesi për ta nxjerrë atë fitues të këtij edicioni, më pas edhe miku i tij Noizi, Leonora Jakupi, Vesa Luma, e madje dhe Unikatili kanë shpërndar postime në mbështetje të tij. Duket se i ka marrë zemrat e të gjithëve, megjithatë pritet të shihet nëse do të jetë fituesi i parë nga Kosova i Big Brother VIP.